dia diçka që të them, s'do të zësh pozicionin që duhet. Duhet të lutem, ma i çmendur je, i çmendur nuk jam, por i shenjt jam. Sepse tani erdha në lidhje me atin tim qiellor. Dëgjoni vëllezër, gjë e madhe nuk është kjo. Të hap Perëndia tani mendjen dhe të kuptosh se në mes të gjithë këtyre njerëzve ti ke lidhje me Perëndin dhe është e sigurt se do të kalojnë për të çmendur dhe ty të mos të prish punë, sepse Perëndia të siguron në zemrën tënde se ato që të thotë është amen, sepse Perëndia është i gjallë dhe i shef veprimet e Perëndis në jetën tënde nëpërmjet frikës që ke ndaj tij. Shikon ndryshimet, shikon Perëndin të luftojë për ty, të mos bësh asgjë, të interesohesh për shëtrimin tënd, të lutesh, ta duash Perëndin, ta kesh frikë dhe të gjitha Perëndia ti këtë marrë përsipër. Amen vëllezër dhe motra. Se kemi përjetuar këtë, e kemi përjetuar. Shohim pra në dhjatën e vjetër se kishte njerëz të cilët ishin të mrekullueshëm, jo shumë, por me frikë të Perëndis. Një prej tyre ishte Jozefi. Sa lejoi Perëndia që të bëhen në jetën e tij? Sa gjëra nga vëllezërit e tij që e mohuan frika e Perëndisë, kur nuk iku Perëndia nga pranë Jozefit. Ne shpeshherë i shohim gjendjet dhe çështjet në jetën tonë dhe vjen krejt kollaj ajo që themi Perëndia më ka braktisur. Tjetër pyetje, nuk më don Perëndia. Çfarë kam bërë tani që Perëndia më shkon kundra? As kundra nuk të shkon, as nuk ka pushuar se që të don. Jo. Frika e Perëndis duhet të mësohesh kohën, gjendjet, çështjet bashkë me Perëndin. Do më thënë çfarë? Nuk do të jem këtu tani një zog që do të shkoj ande dhe këte. Jo. Pastaj të shkoj në qiell. Jo, në shkollë, në qiell do të shkojnë burra që janë të sprovuar në këtë jetë. Çfarë e bëri Jozefin? Nga fillimi, pak vite shijoi, pak vite të paqes. Ra më të mëdhenj të tjerët i donte vëllezërit e tij, i respektonte dhe vetë vëllezërit e tij e shitën. Do të humbë tani frika e Perëndis që ke Jozef. Do të mallkosh. Do të vazhdosh të mallkosh. Ma për cilin Perëndi më flet babai im? Mallkuar qoftë ajo ora, unë nuk besoj. Me hodhen në një vrim të tokës. Shikoni, nuk ishte atje në shpellë Perëndia me te. E sigurisht që ishte, sepse mos të kishte Perëndia me te, do të halin çakallët. Të ftoftit e natës, nga që kam kaluar nga Zakaraja, kur isha me traketët dhe shkoja në Dubai e kështu, dhe Duxhera, temperatura është shumë ulët. Është gjë e madhe, ditën të shkoj 50 me 55 gradë, kurse natën të shkoj 0. Si e hodhen në një shpellë, një robë, mbase kishte veshur dhe e hodhen. E ruajti Perëndia, e ruajti. Si? Kaluan Madianitët. Ma është zgjidhja Madianitët, është zgjidhje për te. Sepse vazhdimi i jetës të Jozefit dhe të atit që ka frikën e Perëndis është gjë e madhe, të cilën uroj që Perëndia të na hap gjithmonë mendjen për të mos të jemi gati të themi përse o Zot, për të themi amen o Zot, më shfaq se çfarë duhet të bëj. Dhe Madianitët ku e dërguan? Shkuan dhe shitën në Egjipt tek Potifari. Ja shikoni tek Potifari shkoi dhe u bë shërbëtori i tij. Por me këtë shërbëtor të tin, Perëndia do të bashkëpunoj tani e tutje. Frika që ka Jozefi për Perëndin, do ta bëj Perëndin që të mund të veproj me te në mënyrë të mrekullueshme. Shof, motra, se sa bukur ju flasin burrave të tyre. Me një dituri të Perëndis. Shof edhe motra, të cilat kanë një gjuhë të tjera motra. Aty me ata nuk është Perëndia, por të mos them për gratë, të flas edhe për burrat. Burrat, se me sa dashuri
interesohen për gratë e tyre, me falni. Eja këtu gruaje me çfarë don, çfarë problemit ke? Dhe marrëdhënia në mes të çiftit kur ekziston frika e Perëndis nga të dy anët është e mrekullueshme. Çfarë do të thotë që interesohet për gruan e tij? Nuk iku nga tema, do të kthehem tek Jozefi, s'është e bukur. Besuam, nuk ndalojmë. Gruaja është gruaja jote. I ke marrë ndonjëherë ndonjë lule? Dituria cila është se nga që është me delikate, duhet të interesohem për te. Nxirre ndonjëherë jashtë të hani, dil një të shtunë dhe të diel me te, thuaj se e don. Sa marrëdhënie e bukur kjo e? Dhe kur të hapet zemra asaj gruajet, si do të lutet pastaj tek Perëndia për ty? Do ta falenderoj Perëndin sepse ka një burr që me të vërtetë e don, me të vërtetë interesohet për te dhe i tregon dashurinë e tij me të gjitha mënyrat. Sa shumë tani me kjo grua ngjitet brenda saj në dashuri që të interesohet edhe për fëmijët e tyre dhe të jetë një zonjë shtëpie e mrekullueshme. Kurse rasti tjetër, ku je ti? Hajde këtë, ik andaj. Merr një thu për atje, merr edhe 5 dele dhe hajde bëj çobanin. Përse të vlerësoj ajo grua? Nuk ka frikë Perëndia tek burri. Të shef Perëndia dhe thot Perëndia, ta respektosh gruan tënde dhe ta duash sikur se Krishti kishen. Unë nuk shkova ndonjëherë tek një kish dhe të çohet një profeci dhe të thotë, ka vidha të më flas domethënë me profeci keqe, se bëri kur Perëndia këtë. Por mundësisht në pikët më të këqija të jetës time, ashtu sikur se isha copash, vjen Perëndia dhe më thot të dua birim. Ti nuk më braktis, kur? Ma jam keq, jam shumë keq, kur nuk të braktis. Kthehem tani tek Jozefi. Potifari, frika e Perëndis, e merr Potifari, vjen e bukura e Potifarit, i ngjitet, do të mund të jetonte dhe në një mënyrë të mrekullueshme aty Jozefi. Por frika e Perëndis e frenon. I jep respekt. Për këtë arsye thot mësim. E mëson këtë njeri që e mori, e bleu madjanitët dhe vuri që të menaxhojë gjërat materiale në shtëpinë e tij. Nga të gjitha ke pushteti thot, gjithmonë mbetet një drejtare e hapur për njeriu e rilindur. Në të gjitha ke pushtet, por gruan time s'do ta prekësh. Këtu është frena, këtu është që ndalohet. Njerëzit këto tabela nuk i shohin. Çfarë tabel ndalohet, Hajde përpara, jepi. Por dituria që jep Perëndia të thotë jo atje. Aty e tutje nuk jam unë me ty. Kufinte tu janë këtu. Do t'i drejtosh të gjitha me mua këshilltar, thot Perëndia, dhe unë do të bekoj. Mirë shkon gjëja deri këtu, mirë shkon. Tani të mos mendojmë se ne jemi të harruar nga djalli. Nuk shkoj me gruan e Potifarit. E dini të gjithë se çfarë bë. E akuzoi, i shtiu rrobat e saj, bëri disa shenja me thonjë këtu në fytyrë dhe thot më sulmoi. Dhe e kapën dhe futën në burg Jozefin. Blasfemoi Perëndin. Mallkoi, jo kurr. Qëndroja sa qëndroi në burg, me mënyrë të bukur Perëndia, me ëndra, me gjendje të tilla e nxori nga burgu dhe e solli. Shikoni tani se çfarë bën frika e Perëndis në jetën tonë. E solli tek mbreti mbretërve të asaj kohet, tek faraoni. Dhe Perëndia e prezanton përpara tij. Këtu është tani forca. Ke frikën e Perëndis. Nuk mundet Perëndia të mos të prezantoj, të ka besim. E prezanton tek faraoni dhe faraoni kupton se ky i ri
është diçka e veçantë. Dhe kështu Jozefi u bë ajo që thot shkrimi, numri 2 në Egjipt dhe jo vetëm. Frika që kishte Jozefi për Perëndin nuk e la as një sekond. Dhe mundësisht ëndrën me atë 7 delet e këqia, 7 lopët e këqia dhe 7 lopët e majme, ishte një zbulesë që i tregoi Perëndia në mënyrë që të zbuloi tek faraoni ato që kishin për të ngjarë. Dhe faraoni e dëgjoi dhe mbaroi tema aty. Domethënë, nuk e la as një sekond Jozefi Perëndin dhe Perëndia se la as një sekond nga që kishte frikën Jozefi. E lexova dhe thash, frika e Zotit është mësim diturie të mos e braktisim Perëndin në çfarë do lloj gjendje të vështire që të mund gjendemi. Kurr. As për burrin, as për gruan, as për fëmijët tonë. Besim të plot. Duhet tjetri, do të them tani diçka, duhet tjetri të ikë, që të shkojë të hajë lëndët e derravet për të vlerësuar pastaj ato që i kishte dhënë Jati. Dhe fatkeqësisht një figurë tragjike, djali më i madh, edhe pse ishte në bekim, në mes të bekimit, ishte jashtë përfundimisht. Dhe sikur se lexova këtë thash, o Zot, me të vërtet frikë e shenjtë në zemrat tona. Dhe pastaj shkova tek tjetra, që thot i përulluri, përpara lavdis vjen përullësia. Dhe më thënë, ku është përullësia? Në rastin e parë, frika ime e ka sjellur Perëndin pranë mejet, në mua brenda mejet. Kam frikën e Perëndis, kam frikë për mësimet e tija, kam frikë të mos e mërzis. Dhe Perëndia është me mua. Kurse tani këtu ndryshon çështja. Sepse thot, përpara lavdis vjen përullësia. Tani dua të them tani, bë një piknisje këtu. Këtu çfarë është? Këtu jam unë. Dhe distanca në mes të përulljes dhe të lavdis, kush e bën? Unë. Do me thënë, në qoftë se unë kam kuptuar se sa më tepër të përullem, kaq më tepër lavdia e Perëndis do të duket në jetën time, dhe kjo është një zbulesë e mrekullueshme. Do me thënë, përulem unë, lavdia e Perëndis vjen ecën përpara. Përulem unë, lavdia e Perëndis gjithnjë dhe më përpara me të shkon. Dhe vazhdon lavdia e Perëndis duke përparuar dhe me prezanton Perëndia. Dhe kur të më prezantoj Perëndia, njerëzit nuk do të shohin një njeri krenar, por do të shohin një njeri të përullur, një njeri që nuk ka as para, as shtëpitë e bukura, as mermeret, as pallatet, as gjë. Por çfarë ka fjalën e Perëndis. Një njeri i cili bie erën e Krishtit. Atëherë pra çfarë bëhet tani këtu? Në njërin rast, frika ime e sjell Perëndin pranë meje, dhe në rastin e dytë, nga mua mvaret që të jem i përullur. Tani futim në një pjesë tjetër. Unë jam i përullur. Jam i përullur, ose jam e përullur. Përullja nuk është tek njerëzit. Përullja është tek Perëndia, tek fjala. Po të kem në fjalën e Perëndis kundërshtime, apo në disa pika nuk i pranoj sikurse mi thot Perëndia sepse më duken të rënda, kjo do të thotë se nuk mund t'i përulem kësaj lavdis të Perëndis, në mënyrë që të kuptoj se nga mua më varet që të jetë pranë meje dhe them gjithnjë. Dikur, sepse shpesh herë mendojmë se përullja është
mënyra e përuljes. Vëlla im si je? Vëlla im, sa e mirë që je. Lërat e vëlla dhe motër. Përulja është këtu, në të gjitha mënyrat. Ku të do që të qojë Perëndia? Kisha nevojë për vegla. Vjen një xhaxhan nga jashtë shtetit dhe më jep materiale të shumta, të bukura, të mrekullueshme. Merri më thot nuk më duhen më u plaka tani, merri ti kesh. Them të jep diçka, jo më thot merri thjesht ti ruash. Rregullova bukur në depon aty, por ja që një vegël prej atyre e desha shumë. Ishte shumë e bukur. Dashuria ime ishte e vegël. Dhe një ditë më vjen komshia nga përballë dhe më thot, çfarë bëjmë në shtëpinë? Thot të hedhi pak në shtëpi syt dhe ku e qova ti tregoj veglat. Dhe përpara që të futemi tek depoja, më thot fryma e shenjtë, mos e bëj, mos ja trego veglat. Të mburrësh për diçka që unë të dhurova. U mundove për ta? Jo. Paguajte? Jo. Çfarë janë ato që ti tregosh? Dhuratat që të bëjnë. S'është nevoja që t'ja tregosh. Falenderom dhe lavdërom sepse unë t'i dhash dhe do të bësh punën tënde, por unë nuk dëgjova. E mora atë vëllajn Manolin atje, e qova atje dhe i tregova, po, më thot, çan këto të gjëra. Të pëlqejnë, dhe bukur që i kam ndrequr këtu, sa bukur, Frymës mërzitej, kjo mund të duket si përrall, por shikoni, nuk ka lënë një javë dhe vjen ai xhaxhai bashkë me të shoqen të më vizitoj. Çfarë bë mirë? Mirë. Pasi qëndruam, folëm, thot, ja të them Vasili, thot, dua një vegël, thot, nuk mundem, kam nevojë. Dua ta marr mbrapsht të më falesh, dhe i them çfarë të duash? Cilën don? Dhe kë më kërkoj? Më kërkoj atë që doja unë. Mas më jep të një thik në zemër, thash më mirë. Merri të gjitha, i thash. Ka ikur tani në Zotin, nëse ka shuar tek Zoti. Këtë don? Këtë dua, më tha. Ta dha Perëndia, ta dhuroj, lavdëroje, pa patur krenari. Do më thënë, tregoja lavdinë e Perëndis, thuaj, Manoli, të gjitha këto mi dha Perëndia, mi dhuroi Perëndia, shtëpinë ma dhuroi Perëndia, makinën ma dhuroi Perëndia, fëmijët mi dhuroi Perëndia, gruan mi ka dhënë Perëndia, vëllezërit e mi ka dhënë Perëndia. Shkojmë tani tjetër kund. Çfarë të ka dhënë në kish? Shërbesën. Cila është shërbesa që bën? Nga alfa deri tek omega. Të gjitha sa ti ka dhënë Perëndia janë të dhënë nga Perëndia. Jepja lavdin Perëndis. Shikoni sa bukur që e bëj, asgjë s'bën të mirë. Shiko sa bukur e bëj punën, asgjë nuk bën. Do të vazhdojnë të duken të mbetat. Unë ftoj në shtëpinë time gjithnjë, mos e thuaj. Fto, thirr njerëz në shtëpi, bekohu me vëllezërit dhe mos nxjerr asnjë fjalë. Unë marrë vëllezërit me makinë, i çoj andej dhe këtej, shiko të shofish, po jep, mos thuaj gjë, por bëje pa fjalë. Të mos dëgjoj askush asgjë. Do më thënë, kur unë të vazhdoj dhe e bëj këtë, shikoni tani. Distanca ime me Perëndin vazhdon dhe largohet. Ikën Perëndia. Do më thënë, nuk mundet në mos përullësin time, ma vëllajim tani, nuk them gjë më tepër, por them atë që bëj. Po, por lekt për të bërë psonjat, për të blerë, kush t'i jep? Burrim. Dhe shëndetin që fiton lek ba burrit, kush e jep? Perëndia. Pra po të shkojmë në të kundërtën, kujt jemi bërgjli? Gjithmonë tek Perëndia arrim. Jepja lavdin Perëndis. Kur të shohë gjëra të tilla, Perëndia largohet dhe vazhdon masa metra të hapet, të largohet, të distancohet. Dhe kështu mbetet njeriu me atë lavdinë e Perëndis
duke menduar se e ka, ndërsa Perëndia ka braktisur dhe ka ikur. Për këtë arsye thotë se lavdia vjen nga përullësia. Mund ta shpjegosh si të duash, por unë kështu e shpjegoj sot. Nëse dua pra lavdinë e Perëndisë të jetë në jetën time, duhet të jem si balta prej dheut. Dhe nëse jam i përullur, si është e mundur që Perëndia të mos më mbrojë dhe të mos më bekojë në të gjitha? Në të gjitha. E dini vëllezër dhe motra, nga udhëtimet që kam bërë në kishat jashtë Athinës, kam parë gjëra që jam mrekulluar me ta. Kam parë vëllezër të jetojnë vetëm në një kalibe, jashtë Janinës, të cilët nga kursimet e tyre, pa i thënë askujt asgjë, jepnin. Dhe si e mësova unë? E mësova. Janë vëllezër, asgjë. Në një udhëtim që bëm, shkuam tek një familje për të folur, por e shikoja se nuk ecën. Na zurin një shi në një fshat jashtë Janinës. Shi i fort. Poshtë banonte një motër 85 vjeçare ishte. Mbas edhe 90 ishte. Dhe mësoj se do të shkonim në shtëpinë më lartë dhe na apriste. Mua zemra ime godiste për këtë gjyshin, këtë moshuarën. Dhe them, nuk do të shkojmë poshtë, ke motra poshtë. Ma ku të shkojmë, them, vëllezër, unë dua të shkoj tek gjyshja poshtë. Tek motra e moshuar, më leni, shkoni ju ku të doni dhe unë nesër do ta gjej mënyrën të kthehem. U torpuruan vëllezër dhe nuk më lanë vetëm dhe zbritëm së bashku. Ajo motër e moshuar ishte me një çadër të zezë dhe na apriste. Në mes të shiut. Një figurë e hollë, figurë e bukur. Kur zbritëm, vrapoj të hapet derën e avllis, u futëm, engjëjt e Perëndisë në shtëpinë tim, me tha. U futëm në atë shtëpi të varfër që ishte. Dyshime nuk ishte prej tokë e shkelur ishte. Të gjitha të pastra ishin brenda. Një tavolinë me një plasmas. Dhe mbi tavolinë kishte një pjatë me bukë të thatë, me ullin, çaj të nxehtë dhe djath të bardhë. Tani çfarë prisje ti të shofesh? Të mos ketë ndonjë mish të gatuar. Futi dy pula atje në furrë, s'është ndonjë gjë, por çfarë kishte? Bukë të thatë, ullin, çaj dhe djath të bardhë. Por aty ishte Perëndia. Ajo motër u interesua për kunatën e saj, që i shërbente, edhe ajo e moshuar. Kur folëm me atë grua, prania e Perëndisë ishte e pabesueshme. Nuk të vjen keq se dyshemeja është tokë, do të vinë peshkopët, do të vinë vëllezët, nuk ke turp. Nuk kam turp. Sepse ajo që ka rëndësi është të jetë Krishti këtu. Ç'më duhet mua nëse tani unë është në tokë apo kam mermeret e pedelit? Krishti është këtu. Në përullsinë e plot. Na fliste për Perëndin dhe mendonte për ne si ishte apostulli Paul. Ma çfarë dëgjoj, o Perëndia im, thoja. Të falenderoj që më solle këto vëllezërit. Ma je punëtor, të falenderoj që më solle të mësohem nga ajo grua, të mësoj thjeshtësinë dhe të mësoj praninë e Perëndisë. Dhe rriti dhe të bësh gjëra të mëdha në mendjen tënde. Këtë duam ne. Praninë e Perëndisë në jetën tonë nëpërmjet parullësisë. Mund të kem frikën e Perëndisë, mund të kem parullësi. Këto dy karakteristika janë, frika e Perëndisë dhe parullje. Dhe ikëm të bekuar
Më thosh një vëllezër gjatë rrugës, e mirë bëre që na qove atje. Shofim tani se si mundem unë të largoj Perëndin apo ta sjelli pranë mejet. Frika e Zotit, për të kem frikën e Zotit, sjell Perëndin në jetën time në mënyrë të fuqishme. Ndërsa mos përullësia, dhe ta them pak më mirë, sikur se ka kam kuptuar, prania e lavdis time në gjëra që më ka dhënë Perëndia. Çfarë jam? Jam predikues. Predikues i mirë jam. Ngjitëm në tribunë dhe predikoj, u dogje, mbarove. U dogja. Ngjitesh në tribunë dhe çfarë të jap Perëndia? Perëndia të vinë të jap ato që duhet të thuash. As me letra, as me shënime, me asgjë. Len frymën e Perëndis brenda tejet dhe flet në kish. Le frymën e Perëndis dhe flet me fjalë profetike në kish. Jo mendjen time, jo profeci të rreme, jo sikur se mendoj unë, por flet Perëndia me frymën e shenjtë. Këtë don kisha. Atë që je Perëndia, nuk jap lavdin vetes time, shiko sa i mirë jam, po si e menaxhova këtë çështje, lavdi Perëndis, Perëndia e mori përsipër. Ju kam thënë, kur më dha profecin, që ja kërkoja Zotit, në kishën tjetër, jo këtu, para se të vinim këtu, them tani, për para se të ngrohej vitej, do të bëj një profeci që të kuptojnë të gjithë se më ka dhënë profeci Perëndia. Ishim atëherë 60-65 veta, ishte mbushur kisha, dhe them tani do të burrorohem. Dhe më thot Perëndia, ma çfarë bën? Është gjithë kisha së bashku, them. Po të mos profetizoj tani, të shohin se unë kam profeci, kur do të profetizoj? Dhe dëgjoj veten time që më thot, kështu thot Zoti Perëndi, dhe mbeta me aq. Mbeti makina për benzinë. Çfarë thot Zoti Perëndia? Ja thuaje. Më mori fryma e shenjtë dhe më nxori nga trupi im dhe më çoi mbi sipërfaqen e dheut. Dhe shoh një siguresë të madhe, një dorë, një dorezë të madhe, prapë e uli poshtë. Tani thuaj atë që thot Zoti Perëndi. Çfarë thot Zoti Perëndi? Them unë, ku di unë të them tani? Çfarë të them? U shuajt mendja ime, do ta bësh me këtë? Jo, Zot. Ngriti këtë siguresë përsëri, vi përsëri në vete dhe asnjë fjalë. Vëllezërit e vjetër e kuptuan, ishte momenti i krenarisë time. Do më thënë, krenova për atë që më dha Perëndia. E dini se sa frikë kam tani të bëj profeci, dridhem. Dhe shpesh herë në lutjet që kishim atje në Polidhendri, nuk profetizoja, ndërsa më jepte Perëndia dhe kuptoja, nuk profetizoja. Dhe thoja, po të ishte prej teje o Zot, fol me dikën tjetër, dhe vinin qoheshin profeci dhe thonin ato që më kishte thënë Perëndia të thoja. A është e mirë kjo? Jo, nuk është e mirë. Duhet të kemi një ekuilibër. Tani, ekuilibri im me Perëndin është sikur duhet, e le veten time në duart e Zotit dhe flet fryma e shenjtë nëpërmjet mejet. Dhe lavdinë merr Perëndia. Duke mbaruar, pra, dua të them për apostullin Paul, shikoni Jozefi sa bukur ishte me frikën e Perëndis dhe se sa e kishte Perëndin pranë tij. Tani ne në Dhjatën e Re flet tek Timoteu Pali dhe thot, ne nuk kemi të kemi frikë për asgjë, sepse Perëndia nuk na dha ne një frymë frike, por frymë dashurie dhe mençurie. Këto janë karakteristikat tona. Nuk kam frikë për princin e kësaj bote, jam i lirë. Fryma ime është e lirë, zemra, jeta ime është e lirë, shpirti im, trupi im janë të lirë. Nuk përbëhem nga ato gjërat që më kishin lidhur në botë, jam i lirë. Çfarë thot?
fuqiet, dashuriet dhe mençuriet. Ky është qëllimi im. O Zot Perëndi, dua kur të vinë lutjet të kërkoj këto gjëra, gjëra dhe të më japësh dhe të shtohem në dashuri, në përulje dhe në mençuri. Apostulli Paul dhe gjithashtu thot për veten e tij kush ai që ishte në këmbët e Gamalielit me një krenari të njohurisë që e mori Perëndia dhe ja hoqi të gjitha dhe thot tek Filipianët se di të përulem, di edhe të jem të më teprojnë gjëra. Në të gjitha jam edhe të ngopem, edhe të jem në uri, edhe të jem i zhveshur, edhe të jem në mundime. E dini kur u bëre kjo? Kur i dha bekimet Perëndia dhe e çoi deri në qiellin e tretë. I dha edhe një gjemb në mish. Kjo është balanca, do të thënë që ta ekuilibri. Dhe mundësisht këtë apostulli Paul e kishte kuptuar dhe i thotë se mu dha një engjëll i Satanit përse të më godas që të mos fryhem. Ma ti Paul, po të mos mburrëm me zbulesat që më ka dhënë Perëndia. Është shumë delikate kjo vi që të mbaj ekuilibrin e duhur, e dini se ku më çon mua Perëndia? Më çoi deri në qiellin e tretë. E dini se çfarë më ka dhënë mua Perëndia? Vepra apostolike, dhuntit frymërore, shërbesat frymërore. Dhe kur të shkoj lart kam parë gjëra të patregueshme, ma kur vëlla dhe motra, të cilat nuk t'ja them dot. Domethënë unë jam i veçantë. Unë jam i veçuar si personalitet në mes të gjithë njerëzve të tjerë. Në stat tjetër jam të lavdis njerëzore, apo të krenarisë. Në këto që Perëndia i tregonte, i shfaqte. Kështu je, që të mos të humbas, merre tani një engjëll të Satanit, që të jesh aty ku duhet. Dhe thot, 3 herë u luta. Dhe të tretën herë më tha Zoti, Paul, mjafton në ty hari im. Rri aty ku je. Nuk do të marr ato që të kam dhënë, por rri aty ku je. Dhe e mbylli me zbulesën që e çoi tek engjëlli i kishës së Laodices dhe i thot, këto dhe mbaroj me këtë, thot nuk vazhdoj mirë, vazhdoj me frikën e Perëndisë. Aty në frikën e Perëndisë që kishte ai njeri, Perëndia ndërtoi kishën bashkë me atë dhe bashkëpunëtorët e tij në Laodice. Tani ky njeri nuk ecën mirë dhe i thot Zoti, i njoh thot veprat e tua, se si e as i ftoft as i nxehtë. Oroj të ishe i ftoft ose i nxehtë. Kjo nuk do të thot për bariun e kishës, për peshkopët, për dhjakët, por për të gjithë kishën. Por nga që je kështu, unë kam për të vjellur nga të përbrendshmet e mia, sepse je i vakët, dhe thua se isha i pasur, jam i pasur dhe jam pasuruar, dhe s'kam nevojë për askënd, ndërsa ti nuk e din se je qyqar dhe mjeran i verbër dhe i zhveshur, dhe s'kam nevojë për askënd. Pra për askënd s'kam nevojë. Jam vetëm, jam i fuqishëm. Dhe kështu mohon të gjitha se ka vënë Perëndia të gjithë shpirtrat rreth e qarkëtij, ndihmësit, peshkopët të tjerë, të gjithë, mohon të gjitha, Pra, praktis gruaja burri, nuk beson burri, çfarë më thua ti tani? Unë jam i Krishtit, di dhe do të shkoj aty ku do të shkoj dhe ti nuk din, do të shkosh në ferr. Po, vëllezër dhe motra, nuk luan Perëndia me gjëra të tilla. Vetëm me këto gjëra nuk luan. Perëndia na ka dhënë një ftesë shpëtimtare, shpëtuese, dhe ne e pranuam. Nëse dua të qëndroj në kishë, duhet të kem kujdes që të shijoj edhe fundin e kësaj fteset. Qose nuk më intereson kjo ftesë, është e bukur, është e qartë, dhe të them se unë nuk mund të ndjeku, ndaloj deri këtu, nuk mundem me. Por që të jem në kishë i vakët, të mendoj se jam diçka,
Kjo është tragjike. As Perëndia do të jetë me mua, as besim nuk do të kem dhe as gjë. Atëherë pra sot e mbylli tani. Frika e Perëndis, prania e Perëndis në jetën time. Për ulja, sa më largët ta kem lavdin time, sa më larg, merrem metrën dhe mate. Kaq më i sigurt jam që të jetë pranë meje Perëndia, pra lavdin time. Sa më afër të marr lavdin time, kaq më tepër më largohet Zoti. Tani zgjedh dhe merr fot frymashëjt. Amen.